Me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Miftinisë së Shkupit dhe Radio Vatit. Ky emision transmetohet në valët e Radio Vatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte bashkë me mua në studio për ta zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit është hoxha i nderuar Lokman Efendi Kamberi, me të cilin do të bashkëbisedojmë rreth pejgamberit Ismailin alayhis salam. Hoxhë i nderuar, mirë se na erdhët. Mirë se ju kemi gjetë. I nderuar i hoxhë, fillimisht për të pasur një pasqyrë të përgjithshme, mund të na tregoni se kush ishte Ismaili alayhis salam, misioni i tij? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I nderuar i hoxhë, pra, që udhëheq këtë emision të Muftinisë së Shkupit, Zoti ju shpërblet dhe ju dhash mira, si dhe shikuesve të cilët na ndjekin përmes kësaj radiovatit, pra ju dëshiroj agjërim të pranuar, dhe është Allahu që gjitha lutjet të na i pranojë dhe agjërimin të na i pranojë. Dhe tema për të cilën pra do të bashkë bisedojmë është pra sikur që edhe vetë përmendet Ismail alayhi salatu wasalam. Pra siç e dim, i nderuar i hoxh dhe shikues të nderuar, se Ismaili është një prej djemve të Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ibrahim alayhi salatu wasalam ka pasur dy djem, Ismailin alayhi salam dhe Ishaqin alayhi salam. Prej të cilit, pra prej Ismailit alayhi salatu wasalamit, pra rrjedh dhe familja dhe krija e gjithë familjes Hashimi, pra siç edhe është vetë Muhamedi sallallahu taala alaihi wasallam. Fillimi i jetës Ismail alayhi salatu wasalam lidhet me atë me nanën e vet, e cila është Hajeri. Hajerja, Allahu koft razi në jetën e saj, Zoti koft razi në veprimet e saj, kujdesjen e saj të cilën e ka pasën për djalin e vet. Pra si fillim, e dini shumë mirë dhe besoj që edhe shikuesit e dini mirë, kanë lexuar, kanë dëgjuar prej ulemave, dietarëve në lidhje me jetën e Ibrahim alayhi salatu wasalam, sepse në jetën e Ibrahimit lidhet edhe jeta e djalit të vet, Ismailit alayhi salatu wasalam. Migrimi të cilin e kishte Ibrahim alayhi salatu wasalam me bashortën e vet Sarën, kur migroi dhe u largu ka Egjipti, në atë vend ndodhi një turbullim, një problem në kufi apo në vendin ku kishte të hije Ibrahim alayhi salatu wasalam me bashortën e vet. Dhe aty për aty përmend një herë udhëheci i cili ishte në atë vend, në atë kohë i Egjiptit, e kërkoi të bëjë një bisedë me bashortën e Ibrahim alayhi salatu wasalam, e cila ishte Sara. Dhe problemet të cilat ndodhen në atë moment, sepse ai e pa dhe i pëlqejti Sara, dhe ai deshti disi të arrije deri te Sara, mirë pa Allahu dhul xhelali mbrojti dhe e rujti bashortën e Ibrahim alayhi salatu wasalam, përderisa në fund pas gjithë orvaqeve që i pat ai sunduesi apo udhëheci aty vendi, dhe pa se nuk arrijet te kjo sepse Allahu e mbron. Por sa filloi që të afrohet, ju koqitke dhe e kapke ngërçi në trupin e vet, përderisa e luti Sarën që luti Allahun, Zotin tënd të cilin e beson, që të më ndihmojë dhe të më lojë rahat. Dhe në fund i dha edhe pasuni dhe ja dha një qol apo një robresh të cilën e kishte në pallatin e vet. Dhe ajo ishte Hajeri. Pastaj pas një kohe kur filloi Sara të lodhet, ja propozoi Ibrahim alayhi salatu wasalam që Hajeri të martohet me Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Dhe ndodhi kjo martesë.
ndodhi kjo familja që u afrun dhe u bashkun prej këtinëve dyve, Ibrahim alayhi salatu wassalamit dhe prej Haxherit lindi Ismail alayhi salatu wassalami. Këto filloi xhelozia, filloi hasedi i Sarës, filloi mos me mund me bajtën, atë ka e shifke se enët dhe sillet rreth dhe për qark dhe afër Ibrahim alayhi salatu wassalamit xhelozoi dhe filloi ta largoje. Përderisa Ibrahim alayhi salatu wassalam u detyru që ta marrë djalin e vet, ta marrë dhe Haxherin, bashortën e vet, nanën e Ismailit alayhi salatu wassalamit, dhe t'i çoje në vendin në të cilin në vend pra sot e kësaj dite besimtarët, muslimanët e vizitojnë atë vend që është Qabja. Dhe e la ati ku është Safa dhe Merwa ati, ata kishin për me hangër, kishin për me pi pak, që më shumë se 3 ditë nuk ju shkonte. Kur u kalun 3 ditë ata i harxhun dhe Ibrahim alayhi salam i la dhe u largu. Haxheria ju afru afër, tha ku po na lën këtë shkretin. Ibrahim alayhi salam nuk ju përgjigj dhe e kthej shpinën po hec. Tha Allahu amaraka bi hadha, a Zoti ka bën emër me na lën këto? Tha Ibrahim alayhi salam, tha po. Tha Haxheria, Allahu koft razina atë, tha idhen, tha atëherë la yudayyun Allah. Atëherë Allahu nuk na humb. Hec, mos e kije gajle se Zoti nuk na humb neve. Dhe këto dietarët, ulemat, domethënë janë në mendime, dy mendime ka. Një grup i ulemave dietarëve thotë Haxheri kur ka ngarenën Safa dhe Merwa ka vrapu sepse fëmia qante për ujë me pi dhe për ushqim nuk kishte çka me i dhënën. Ulemat dietarët kanë thënë një mendim, kanë thënë Allahu e ka qenë një melek që i ka rrot tokës dhe ka dalën ujë i Zemzemit, dhe një grup i ulemave dietarëve thonë se jo melaqja, një melek, por Ismaili duke se ishte fëmijë dhe foshnjë ishte duke i mshu me kam, me lëvit me kam të veta, duke i mshu tokës si fëmijë, aty në atë vend ka dalën ujti. Përderisa ka ardhën Haxheria, Allahu koft razina atë, dhe ka thonë zem, ndalu. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një hadith prej haditheve të tij, thot po mos kishte thënën Haxheria zem, ndalu, ujti sot e kësaj dite do të rrithte reka dhe lumej pe atij vendi të xhona dhe të gata. Pra kishte një pasqyrë shkurt se kush ishte Ismail alayhis salam. O gjendëruam e dim nëse pejgambert i posedojnë gjitha cilësitë dhe veçoritë e bukura, mirë po Ismaili alayhis salam do të ndalemi tek një veçori dhe një karakteristikë që dallonte atë, ishte bindja dhe dëgjueshmëria ndaj prindët të tij, ndaj Ibrahimit alayhis salam. Mund të na flisni rreth kësaj çështje? Po, gjendëruam është shumë e vërtetë se ndëgjueshmëria dhe bindja në Allahun, ajo e ka bën e para, e ka bën bindja në Allahun dhe që të jetë i ndëgjueshëm të jetë ndaj prindit të vet, për atë që zatëm edhe Allahu në Kur'an Kerim thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu ka bën emër, ka urdhnu që mos të adhurohet pas Allahut dhul, mirë po të jeni bëmirës dhe të ndëgjueshëm ndaj prindërve. E njëherë pas adhurimit të lidh me. Për më njëherë pas asaj. Është e çuditshme, mirë po sa është e çuditshme është edhe e kapshme hoxhë nderuar, sepse vet Ibrahimi alayhi salatu wasalami që e ka mjell të gjali i vet ishte i ndëgjueshëm ndaj babës vet, edhe për kundër asaj që babai i Ibrahimit ishte prej atyre të cilët ishte që adhuronte putët. Jo vetëm që adhuronte putët, po ai vetë i ndërtonte, i bënte me durët e veta. Mirë po, Ibrahim alayhi salatu wasalam ishte i ndëgjueshëm para babës të tij. Përderisa kur u largu baba i vet, Allahu e ka regjistruar në Kur'anin e Kerim, çka ka thënë Ibrahim alayhis salam, i ka thënë sa astaghfiru laka rabbi, o babi, kam e bën dua dhe kam lut Allahun që Allahu të udhëzojë ti dhe të fale. Dhe një ditë të drejtohesh në rrugën e vërtetë. Merr me mend, nuk e ka kput shpresën
për babën e vet, gjithmonë tu mundu me bë mirë që mos po kthehet një ditë në rrugën e vërtetë. Dhe këtë bindje e kishte dhe e fitoi vet Ismail alayhi salatu wasalam. Ismail alayhi salatu wasalam i bindjen në Allahun dhe ndëgjueshmëria e tij që ishte ndaj babait të vet. Kur Ibrahim alayhi salatu wasalam shef në ëndër, kurse ëndrat e gjithë pejgamberëve profetëve janë shpallje dhe vahi. Ëndrat që i kanë pa pejgamberët e Allahut, këtë e ka thonë edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ëndrat tona, ëndrat e profetëve janë shpallje. E pa në ëndër Allahu dhul xhal që e urdhënon Ibrahimin alayhi salatu wasalam, e urdhënon me e pre djalin kurban, sepse thot një prej dietarëve ulemave përmend, një prej tyre është edhe sa më kujtohet Ibn Kathiri që e përmend se ka mendime edhe të tjera, unë pe përmendi këtë vetëm, pe përmendi që kinse me lajket kanë thënë se o Zot, Ibrahimi është Khalilullah, është shok jot, afër me ti e ke afruar, ja rab, po mik jot, ja rab. Por pasi që tash ja dhave gjallin e vet, kimi me pa se sa ka me qenë me ti, mik jot. Mirë pa Allahu dhul xhelal, e thot, e sprovoj për me ju tregu me lajkeve atëherë, zatëm edhe kur e ka kriju njërin e parë, Allahu shka ju ka thonë atinve, inni a'lamu ma la ta'lamun, unë di diçka që ju nuk dini, unë di diçka që ju nuk e dini. Për ken? Për atë i cili është më këmbës, khalifetullahi fil ard, se cili njerë është khalifetullahi fil ard, prej të i pari dhe deri në fund, deri në ditën e gjykimit. Unë di diçka që nuk dini. E sprovoj Ibrahim alayhi salatu wasalam duke i thënë me prej kurban, i del gjumi, bie për zditi, i del gjumi, bie për streti, përsëri i del gjumi, apo dhe pastaj i thot djalit të vet, ja bunayya, inni ara fil manami anni athbahuk, o djali im, o biri im, jam të e pa në ëndër se unë ti duhet të bëj kurban, të të pres, subhanallah. Është një urdhër, një emër, një sprovë rënd në fillim për babajnë e tij, dhe sprovë rënd dhe edhe ma e padurueshme është për djalin e vet. Ka mund t'i thoje Ismail alayhi sallam, more le çfarë ëndra ke pati, me ëndra nuk mirë në une, mirë po aq që ishte i ndëgjueshëm Ismail alayhi sallam ndaj babait të vet. Çka i tha? Tha, ja abati, if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. O babi im, bën çfarë të dush. Atë që ta thot Allahu, atë që të jep emër Zoti, bëni dhe çoje në vend se unë nuk kam e qenë asgjë tjetër përveç një i cili bën durim dhe bën sabër, dhe kam e qenë prej atyre të cilët bëjnë durim, janë bëjnë durim, sepse Allahu është inna Allaha ma as-sabirin. Allahu është me ata të cilët bëjnë durim dhe bëjnë sabër, dhe unë nuk ndryshoj. Ismaili alayhi salatu wasalam, pra në këtë moment, përderisa dhe kur e shef babain e vet, e afron thikën afër djalit të vet, afër Ismailit, përderisa as që i ka ardhën keq Ismail alayhi salatu i ka thënë babait të vet, mos më shiqon si, se nëse më shiqon në si, nuk mund të shtaqosh urdhnin e Zotit në vend. Po kthema krijen ka toka mu që mos të më shiqosh mbështirën time, se ndoshta të dhimbna dhe nuk mund të shtaqosh emrin e Zotit në vend. O gjendëru, a mund në pika të shkurtra të flasim, epse është shumë e pamundur, mirë po, në disa pika të flasim për jetën e Ismailit alayhis salam, martesën e tij, ndihmesën që ja bëri Ibrahimit alayhis salam në ndërtimin e Qabës, si dhe në fund për përfundimin apo vdekjen e tij. Do me thonë edhe nefse, ta pika që po flasim është ndoshta edhe pamundur të përfshihet jeta e një profeti i cili lidhet në veti me dy profet tjerë që janë gjithsej 3 profet, që në jetën e Ismailit alayhis salam lidhet jeta e Ibrahimit alayhis salam, në jetën e Ismailit alayhis salam lidhet edhe jeta e vllaut të tij, i cili ishte Ishak alayhis salam. Të gjithë këta, të cilët kanë një lidhje mes veti, mirë po ne shkurtimisht pe themi atë kryesorja,
po mundohemi ta themi, pra Ismaili alayhis salam ka qenë një prej atyreve të cilët e ka fol gjuhën arabe gramatik. Se disa thojnë, dhe shpesh kam dëgjuar dhe përmendin që Sefte i pari në fillim që ka fol gjuhën arabe. Ja, nuk është e vërtetë. Se gjuhën arabe Sefte që e ka fol Ademi alayhis salam. Se Allahu dhe çka thot, wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Allahu ja mësoi emrat Ademit alayhis salam. Në cilën gjuhë? E para gjuhë, ndoshta edhe në gjitha gjuhët, po e para për gjitha gjuhëve ishte gjuha arabe. Mirë po, te Ismaili që përmendet që i pari që ka folën gjuhën arabe, ka qenë gjuhën arabe gramatikën. Po. Edhe atë e ka mësuar nga një fis i cili është fis që vjen prej Jemeni, që ka ardhur në fis prej Jemeni dhe është vendos në Mekke, në afërsitë të Ka'bës. Prej atij vendi e ka mësuar gjuhën arabe, pastaj ka qenë i pari i cili do më thonë ka pat një hobi me kuaj, Ismail alayhis salam. Dhe për atë ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë të jeni të sjellshëm dhe mundoni me ju hip kuajve. Dhe me pasën zatën edhe një prej mësimeve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se është një mirath i Ismail alayhis salam. Mirathu ebikum Ismail, është mirathi i babës tuaj të Ismail alayhis salam. Dhe kur vim të ajo e cila është kryesorja të Qabja, i pari dhe kryesori që e ka ndihmu babajnë e vetë, Ibrahim alayhis salam, para atë që thot Allahu dhul xhal, i ka ngrit themelët, jo që e ka ndërtu Qabën, se Qabën e ka ndërtu me laqet, pastaj e ka gjetën Ademi alayhis salam dhe ko pas kohe, do të thonë është përcjellën derisa ka ardhur tufani i Nuhit alayhis salam, pas tufanit të Nuh alayhis salam, pra vjen Ibrahimi dhe Allahu çka thot, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt. Thot Ibrahimi i ka ngrit themelët, nuk e ka ndërtu Qabën, po i ka ngrit themelët. Themelët kanë qenë, Allahu dhul xhal ja ka bën me dije përmes melaqeve ku janë themelët e Qabës dhe e ka ngrit. Mirë po kush e ndihmoi? I pari dhe kryesori që ja ka shtri dorën dhe e ka ndihmu ka qenë Ismail alayhis salatu wasalam, përderisa gurin në të cilin gur është mekamu Ibrahim, kur e ka afru gjali i vetë që të hipe baba i vetë Ibrahim alayhis salam. Në atë ulemat dietarët me shumicë thojnë se ai guri sa herë që është sellën dhe ka nu gurzi në Qabe për të ngritet Qabeja, guri ka hecën vetë. Dhe Ismail alayhis salam ka qenë ai i cili ja ka afru gurzit tjerë babait të vet dhe e ka ndërtu Qabën. Pastaj pasi që edhe ndërtohet Qabeja, ban tavafi Ibrahim alayhis salam me gjalin e vet Ismailin alayhis salam, pastaj kthehet përsëri Ibrahim alayhis salam në Sham dhe ngel mbet Ismaili në këtë vend. Këto dhe martohet, tregohet një ndodhje që e tregojnë ulemaja dietarët për martesën e Ismail alayhis salam, që martesa e parë nuk ka qenë shumë me fat, nga se ka ardhur Ibrahim alayhis salam prej vendit të Shamit, ka ardhur ta bëjnë zjarret, ai s'ka qenë në shtëpi. Këtë ndodhi ulemat e kanë regjistruar dhe në për librat e vet, historianët e kanë regjistruar, thotë nuk e ka gjetë në shtëpinë e vet, e ka pa një nuse, një gruaj, aty ka thënë ku është burri? Ka thënë nuk është, ka dalë me punu. Je ka vetën, i ka thënë, po si e kini jetën, moj bi, subhanallah. Kjo e lidh edhe bindjen në Allahun dhul xhelal. Thot po si e kini jetën, si po kalon me atë? Ajo ka nisë për minherë të kahet, muslimani nuk guxon të kahet, të ankohet, po muslimani do të gjithë një të thojë elhamdulillah, alhamdulillah. Zoti çash sa ka dhënë çash, po elhamdulillah jemi të kënaqur, ajo filloi të kahet, nuk na bën me hangër, s'ka, nuk ka idare, s'kemi me pi, s'kemi sa dohet, dhe në fund kur del largohet Ibrahim alayhis salam, i thot bani selam burrit tënd, ka një plak dhe tha le ta ndroje pragun e shtëpisë. Shkoi Ibrahim alayhis salam, kur erdhi në mbrëmje Ismail alayhis salam, pa shenja që ka qenë një misafir.
në shtëpi. Ka qenë dikush tha po, ka qenë një burr, një plak, një mjekër, një plak i mirë, plak që kishte shenja në ftyrën e vet të mira. Mirë po, ta kalon një selam. Çfarë selami? Ka thonë selamin që e kalon, ka thonë thuj burrit tënd le ta ndroje pragun e shtëpisë, le ta ndroje se s'ka në rregull. Thot, këto koka fundi, mes meje dhe mes teje ndahet. Martohet përsditi. Kur martohet përsditi dhe vend përsëri Ibrahim alayhis salam, pas një kohe prej shami, përsëri nuk e takon djalin e vet, e takon përsëri bashortën e atij dhe e vet. Si është halli ju moj bi? Thot, është mirë, është shumë mirë, elhamdulillah. Shiqir Zotit kemi gjitha të mirët na i ka dhënë Allahu dhe Gjallë. Ndoshta i dare shumë, po kemi marrëveshje mes veti. Ai po mundohet jashtë për çdo ditë, unë po mundohem mrena për çdo ditë. Shiqir Zotit jemi të kënaqur. Kur ban me shku thot, ja çon një selam bashortit tand dhe thuj ka një plak dhe tha shtrëngoje se ko ka mirë. Shtrëngoje pragun e derës se ko ka mirë dhe në rregull. E kupton Ismail alayhis salam se ka qenë baba i vet dhe në fund ngelet i kënaqur me familjen e vet. Që kjo, më thonë, edhe jep edhe mësime tjera, hoxh, jep mësime tjera që njeriu gjithmonë të jetë i bindur në atë që e ka, gjithmonë të jetë i kënaqur me atë që Zoti e ka dhënë. Po të nderuar, padyshim se jeta dhe historia e krejt pejgamberëve përmbajnë në vete shumë mesazhe dhe porosive për ne, mirë po disa mesazhe apo një mesazh i huaj për në fund në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ose çka nxjerrim nga kjo histori Ismail alayhis salam. Mesazhe sidomos në fillim për Ramazanin që pikëspari inshallah Allahu gjitha luqet na i pranon. Pikëspari kjo është ajo kryesorja që të dalim prej këtij muaji që Allahu dhul xhal të na thojë në fund jeni të falur. Kjo është ajo caku kryesor, sepse Allahu dhul xhal kalonën subhanallahu në këtë muaj kemi edhe natën e Kadrit. Allahu dhul xhal kalonën për secilin muaj, për secilin javë kalon ditë dhe net të cilët janë të dalluara. Për gjitha muajve kalon muajin e Ramazanit që është të dalluar. Për muajin e Ramazanit ka dalluar dhe natën e Kadrit dhe natën e Bajramit që Allahu i fal mëkatet dhe njerëzit i fal i largon prej zjarrit të xhenemit. Inshallah ne jemi prej atinve në atë listë që Allahu brenda këtij muaji, inshallah jemi në atë listë që Allahu na ka falë dhe neve, gjithëve ja. Kurse mesazh nga kjo jetë e Ismail alayhis salam ka shumë mesazhe, po mesazhi kryesor që zatëm edhe përmendëm mrenda në ligjërat është ju kisha bën apel djemve, evladëve, vajzave, meshkujve të jenë të ndëgjueshëm ndaj baballarëve, ndaj prindëve të vet, ndaj nanave të vet. Sado që t'jetë, nuk ka njerë në botë hoq që ta do të mirën sa ta do baba dhe nana. As shoku, as miku, as dashamiri, as kush jashta atyre dyve. Nëse me ata si e mirë, kontrolloje dhe bëni kontroll vetvetes dhe ndalu dhe shiqe vetveten. Inshallah Allahu na i mundson që nga këta fjalë të shkurta që i tham, Allahu dhe xhal na i mundsof që të marrim një mësim sado që jetë i vogël nga Ismail alayhis salatu wasalam. Padyshim se kishte mesazhi më i bukur rreth kësaj teme. O gjinderuar, Allahu ju shpërblef për këtë bashkëbisedim kaq të këndshëm dhe për elaborimin shumë të qartë mbi pejgamberin Ismail alayhis salam. Faleminderit. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit ku misafir kishim hoxhën e nderuar Lokman Efendi Kamberi. Deri në emisionin e radhës mirëmbëçi. Allahu u apranoft agjërimet dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.